Prokuroria e posaçme ka shtyrë sërish me 3 muaj hetime për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, lidhur me hetimet për dosjen e inceneratorëve. Pas shtyrjes së hetimeve 3 muaj më parë, është vendosur që të merret sërish kohë deri në shtator për të hetuar dosjen e tij. Shkak sipas prokurorisë së posaçme është mos vërritja ende të gjitha përgjigjeve të letër porosive që ka dërguar organi hetues drejt Zvicrës. Ahmetaj hetohet në mas siguria në mungesë lidhur me akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë në kuadër të dosjes së inceneratorëve. Bëhet fjalë për një dosje voluminoze, ku ai akuzohet se me veprimet ose mosveprimet e tij kanë ndihmuar biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri të fitojnë projektet për inceneratorët e Fierit, Tiranës dhe Elbasanit. Të pandehura për këtë çështje SPA ka marrë dhe ish-bashkëshorten dhe bashkëjetuesen e Ahmetajt, të cilat akuzohen për pastrim parash, ndërsa javë më parë janë vënë në sekuestro edhe disa pasuri. Kjo është hera e 4 që prokuroria e posaçme shtyn hetime ndaj ish-zyrtarit dhe tashmë si datë përfundimtare e hetimeve mbetet 23 shtatori.